Përshëndetje dashur miq, ai do bëj sot është një video për sa i përket një artikulli shumë të rëndësishëm të publikuar nga revista Science në korrik të vitit 2023 lidhur me lashësinë e gjuhëve, konkretisht ato indo-europiane. Studimi është ky që shikoni këtu, unë e kam hapur nëpërmjet telefonit, por ju mund ta hapni edhe nëpërmjet kompjuterit. Dhe nëse shkoni në Google Scholar dhe shkruani këtë titull, Google Scholar në vetvete është një website ku mund gjeni artikuj shkencor nga të gjitha fushat e ndryshme. Dhe unë po shkoj të kërkon që të futesh në faqen e science.org, që është një revistë prestigjioze ndërkombëtare. Ky është titulli, pra pema e gjuhëve indo-europiane. Artikulli në vetvete ka të gjithë përmbajtjen e një artikulli të mirëfillt shkencor. Ajo që të bën përshtypje nga ky artikull, serioziteti i këtij artikulli. Pra janë rreth 30 autor, po të shikoni këtu, të cilët kanë bërë studimin për këtë artikull. Zakonisht mund të jenë 2, 3, 4 autor të një artikulli shkencor të mirëfillt, po këtu janë 30. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Një gjë tjetër është që për gati më pak se sa 2 vjet është karkuar nga 34.512 ky artikull. Pa kjo tregon rëndësinë dhe po themi përhapjen e këtij artikulli dhe rëndësinë e këtij artikulli. Tani do hym tek gjëja më interesante e këtij artikulli. Gjëja më interesante është që ky grafik jep rezultatet, pra nuk është një artikull shumë i gjatë, por kjo foto këtu, ose ky grafik këtu, i thot të gjitha. Në qoftë se hym në detaje, jepen gjuhët me gjyra të ndryshme dhe jepen dhe vitet nga 10.000 vjet përpara deri në vitin 0, që është momenti që është bërë studimi. Gjuha e parë me vjetër daton ajo anatoliane, që është gjuha që është folur gati, po të shikoni, gati 7.500 vjet përpara, por që është dukur para 3.000 vjetësh. Është gjuha e parë me vjetër. Gjuha e dytë është tokariane, e cila është folur gati 7.000 vjet përpara gjithashtu, por është dukur para 1.500 vjetësh, pra është me ngjyrë portokalli. Gjuha e tretë është gjuha shqipe, dhe këtu është fakti shumë interesant dhe bombastik. Është folur gati 7.500 vjet përpara, nëse shikoni, dhe vazhdon të flitet edhe në ditën e sotme deri në vitin 0. Dhe janë, po të shikoni atje me më shumë detaje, janë 3 nëndarje, që është greknishtja, dialektet tona, toskërishtja dhe mund të jetë edhe arbërishtja. Gjuha armene vjen pas gjuhës tonë, me ngjyrë purple, dhe gjuha greke me ngjyrë blu. Pra gjuha greke tregohet që është më pak e vjetër sa gjuha jonë, dhe gjithashtu gjuha armene është më pak e vjetër. Më vonë janë gjitha gjuhët e tjera, përgjithsisht gjuhët europiane, që ne i dimë që ato janë më të reja se sa gjuhët tona, datojnë gati 3.500-4.000 vjet përpara. Germaniket, celtiket e tjerë. Një fakt shumë interesant që tregon gjithashtu seriozitetin e këtij studimi, është jo vetëm numri i autorëve që janë përfshirë në këtë studim, por janë edhe citimet. Zakonisht mund të jenë 30-40 citime, por po të shikoni listën e citimeve, pra sa le themi artikuj shkencor janë marrë në konsiderat për të bërë këtë artikull, dhe janë mbi 150. Janë gati 168 studime shkencore të bërë më përpara, që ky artikull është bazuar për të dalë në dritë. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për të treguar seriozitetin e këtij studimi, po jo vetëm kaq. Do hapim edhe citimet që persona të ndryshëm, pasi ky studim është publikuar, e kanë cituar, dhe këtu është ajo që ne na shokon, që ne duhet të na shokoj. Janë 71 studime që janë bërë pas këtij studimi, që janë referuar këtij studimi kaq të rëndësishëm. Dhe ajo që është shokuese është, po të shikoni emrat e të gjithë atyre që janë studiuar, pra kanë marrë referat të studim: Morgan, Librado, Lazaridis e tjera me radhë, janë persona ose studiues shkencëtar me origjina të ndryshme. Mendes, MC Cole,
Hausherr. Pra përgjithsisht mund të jenë gjerman, austriak, me origjinë italian, anglez, ka një pjesë që janë turk. Ajo që të bën përshtypje këtu është se në të gjithë 71 referimet, duke lexuar emrin kryesor të parë, ka vetëm një grek. Kuptohet tani që grekëve nuk i intereson që të mos dalin gjua më vjetër në Europë, sepse me këtë fakt bien ndesh gjithë origjina dhe lartësia e tyre, por nga krau tjetër, ajo që është bomba më e madhe në këto citime, pra njerëz ose referime pas këtij artikulli, është që nuk ka asnjë shqiptar. Po të shikoni të gjithë 71 citimet, është që nuk ka asnjë shqiptar që ka referuar këtë studim kaq bombastik dhe kaq interesant për gjuhën shqipe. Dhe këtu është çështja. Si ka mundësi që shqiptarët nuk e kanë referuar për 2 vjet këtë studim kaq të rëndësishëm? Ose ne nuk dim se çfarë gjuhë flasim dhe nuk e besojmë dot këtë artikull që gjuha jonë është më e vjetra e folur deri në ditën e sotme, që vazhdon të flitet, ose institutet albanologjike shqiptare, sepse nuk ka mundësi, janë të shtyrë që mos bëjnë ose mos lejojnë asnjë studiues t'i bazohet këtij studimi kaq të rëndësishëm për gjuhën shqipe. Qëllimi i kësaj video është që të inkurajojë shqiptarët të kuptojnë që janë shkencëtar, me qindra shkencëtar që kanë bërë këto studime dhe thonë që gjuha shqipe është një gjuhë shumë e vjetër dhe një gjuhë shumë e rëndësishme, që mund të ketë ndikuar në shumë gjuhë të tjera që kanë ardhur në Europë. Nga krau tjetër, i bëj thirrje gjithë institucioneve që merren me gjuhët në Shqipëri, që vazhdoni të bëni më shumë kërkime shkencore, por në të mirë të gjuhës shqipe, sepse janë të huaj që thonë se sa e rëndësishme është gjuha shqipe dhe sa e vjetër është ajo. Aq më tepër ne duhet të bëjmë me qindra, unë pres me qindra, me dhjetra qindra studime të bëhen bazuar në këtë artikull. Pse? Sepse është kaq i rëndësishëm dhe jep Shqipërisë vërtet vlerën që meriton për sa i përket gjuhës edhe lashtësisë. Ju përshëndes gjithëve.